I dërguari special presidencial për misionet veçanta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Richard Grenell, thotë se zgjedhjet e reja në Kosovë janë një lajm i shkëlqyer. Ai ka theksuar se Zoti po i përgatit të gjithë për rikthimin e Hashim Thaqit, jo vetëm të lirë, por edhe si kandidat për kryeministër të Kosovës. Faktori ndërkombëtar e shën në mënyrë të ndryshme zhvillimet e fundit në Kosovë, ku presidenti Vjosa Osmani shpërndau parlamentin dhe ka nisur konsultimet për shpalljen e datës së zgjedhjeve të reja parlamentare. Në një reagim në rrjetet sociale, i dërguari special presidencial për misionet e veçanta të Shteteve të Bashkuara, Richard Grenell, i ka quajtur një lajm të mirë zgjedhjet e reja në Kosovë, pasi kuvendi nuk arriti të zgjedh presidentin e ri. Madje ai këto zhvillimi i sheh edhe si një augur të mirë për rikthimin e ish-presidentit Hashim Thaçi në Kosovë, jo vetëm të pafajshëm, por edhe si një kandidat potencial për kryeministër të ardhshëm. Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për rikthimin e Hashim Thaqit. Thaçi për kryeministër. Por ndryshe sheh situatën Brukseli, i cili teksa ka shprehur keqardhje për pamundësinë e kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit, thotë se tashmë pret vendimin e gjykatës kushtetuese. Ndërsa raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën në një postim në platformën X shkruan se situata është serioze dhe zhgënjyese në të njëjtën kohë. Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin. Kjo është një pengesë serioze në vend të stabilitetit vendi përballet me pasiguri të re politike, vërtet zhgënjyese. Situata politike në Kosovë është bërë edhe më paqartë pasi kryeministri Albin Kurti në një deklaratë për mediat bëri të qartë se nuk do të ketë zgjedhje të reja, pa u shprehur më parë gjykata kushtetuese mbi lishmërinë e dekretit të Osmanit për shpërndarjen e kuvendit.